Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët. Përsëri jemi sot së bashku edhe për një tjetër recetë. Sot po përgatisim edhe një recetë tjetër të akullores, por këtë radhë do ta bëjmë me shije të frutave, pasi ajo ishte një nga kërkesat e juaja që i mora më së shumti. Unë sot kam vendosur që akulloren ta bëj me shije të luleshtrydhes. Ju mund të përdorni cilin do frut që juve ju pëlqen. Unë këtu në total kam shtuar 400 gram luleshtrydha dhe i kam të ngrira. Mund të përdorni edhe luleshtrydhe të freskëta. Si për luleshtrydheve do të shtojmë 4 lugë gjelle me sheqer. Vazhdojmë tani luleshtrydhet, i vendosim në zjarr mesatar dhe lejojmë që të zihen derisa të troshet. Pra të formohet diçka si një gjem ose si marmallat i luleshtrydheve, unë do t'i ziej në zjarr mesatar dikun për 7 deri në 8 minuta. Në këtë recetë të akullores do të përdorim edhe krem djathtin dhe unë zakonisht zgjedh produkte cilësore në gatimet e mia dhe sot përsëri kam zgjedhur që ta përdor krem djathtin Labne nga Pënar. Ju mund të përdorni çfarëdo lloj kremi të djathtit që keni dëshirë, por për mendimin tim me këtë lloj bëhet shumë e mirë akulloria. Në total do të përdorim 400 gram krem djathti. Pasi e shtojmë krem djathtin, vazhdojmë që ta shtojmë edhe produktin tjetër. Pra nuk mund të bëjmë akullore kualitative nëse nuk shtojmë brenda edhe qumshtin panda ose qumësht të kondenzuar. Nëse nuk mund ta gjeni me të njëjtin paketim si ky, mjafton që të kërkoni në market qumësht të kondenzuar me sheqer. Në total do të përdorim 350 gram qumësht të kondenzuar. Vazhdojmë e përzijem një herë me mikser për 2-3 minuta, derisa këto dy produkte njëherë të lidhen bashkë. Pasi përzijem pak me mikser, vazhdojmë tani që brenda të shtojmë 300 ml krem pona për ëmbëlsira direkt nga frigoriferi. Pasi e shtojmë edhe kremin pona, tani vazhdojmë që ta rrajmë me mikser për disa minuta, derisa të sigurohemi që do të fitojmë një krem të mirë dhe të trosh. Bazën e akullores e kemi gati, largojmë anësh, presim për luleshtrydhet që të bëhen gati. Të recetë të kësaj ëmbëlsire do të kemi nevojë edhe për biskota të thjeshta me të cilat përgatisim ëmbëlsira të ndryshme dhe unë kam zgjedhur që t'i përdor nga ky lloj. Në total do të kemi nevojë për 150 gram biskota. 150 gram biskota i coptojmë imët dhe i shtojmë në një enë të vogël. Tani si për biskotave, shtojmë 70 gram gjalp ose margarinë të shkrirë. Unë po përdor gjalp, por mund përdorni edhe margarinën. Përzijmë mirë që të gjitha biskotat të bëhen me gjalpin, i largojmë anësh dhe i marrim tani luleshtrydhet. Pasi janë zier luleshtrydhet për 7 deri në 8 minuta, vazhdojmë i shtypim kështu, duke bërë një pastë nga luleshtrydhet. Tani marrim një enë ose një tepsi ku do të vazhdojmë që ta rendisim akulloren, duke filluar me bazën, pra me kremin e bardhë. Nëse keni dëshirë, mund ta leni edhe kështu si është, vetëm me aromë të vaniljes, por po e bët në këtë mënyrë siç po e paraqes në video, ju garantoj se do të bëhet një nga akulloret e preferuara në shtëpinë tuaj. Tani vazhdojmë që të shtojmë nga pak nga kremi me luleshtrydhe. Dhe tani vazhdojmë që të shtojmë pak nga biskotat me gjalp. Vazhdojmë me krem vanilje. Vazhdojmë që sipër përsëri të shtojmë pak nga kremi me luleshtrydhe. Përsëri biskota me gjalp. Dhe tani me ndihmën e lukës përsijejmë, të bëjmë vija
që të na bëhet akullorja pastaj me të dy shijet. Fond fare, do t'i shtoj vetëm disa vleshtrydhe kështu sipër. Dhe tani në ngrirje, do të lejojmë që të ngrihet akullorja 4 deri në 6 orë, të forcohet mirë, por më e mira është që të lejojmë që të ngrihet gjatë tërë natës dhe ditën e nesërme ta shërbejmë. Dhe pasi është ngrirë mirë për disa orë në frigorifer, akullorja është gati. Do të vazhdojmë dhe ta shërbejmë në gota.